Pra e tham që për vite me radhë Durrësi ishte destinacioni i parë i pushuesve nga Kosova. Madje ky fenomen është quajtur edhe si turizëm patriotik, i lidhur me afërsinë, historinë dhe raportet në mes të dy vendeve. Por këtë verë operatorët turistik po flasin për një rënje të ndjeshme të vizitorëve nga Kosova. Çfarë realisht po ndodh? Kemi turistë nga Kosova të cilët po qëndrojnë në Durrës më pak se sa viteve të kaluara dhe cilat janë disa prej shkaqeve kryesore për këtë. Kemi pra në lidhje të drejtë për drejtë ekspertin e turizmit zotrin Blerim Norja. Zotrin Norja, faleminderit shumë për kohën që më ndani sot për ne. Përshëndetje, si jeni? Nuk e dëgjoj shumë, zotrin Norja, mund të kem pakës më shumë. Okej, tani të dëgjoj më mirë. Realisht po kërkoja më shumë informacione sa i përket këtij lajmi dhe pash që pak ditë më parë edhe ju vetë keni folur për një mungesë të turistit nga Kosova në Durrës. Sa është serioz ky sinjal, kjo çfarë në fakt po ndodh këtë vit me pushuesin kosovar dhe ato çfarë Durrësi i ka ofruar në të kaluarën por edhe tani? Atëherë, është vërtet që në fillimin e muajit korrik, pra në pjesën e parë të muajit korrik, nga data 1 deri në datën 18, është vënë re që ka pasur një, po themi, mungesë të pushuesve nga Kosova dhe diaspora. Pra, pushuesve të Kosovës nga diaspora, të cilët janë prezent gjatë gjithë sezonit në qytetin e Durrësit. Pra, hotelet e Durrësit bën një planifikim dhomash që diku te 70 deri në 80% rezervohen për agjenci dhe 20-30% që rezervohen vetëm për klientët të Kosovës dhe të diasporës, të cilët i ruajnë apo stafët të dhoma. Por problemi ka qenë që në pjesën e parë të muajit korrik ka pasur një mungesë të dhomave pavarësisht sepse disa media kanë spekuluar që është rritja e çmimeve. Në të drejtën këtë vit nuk ka pasur rritje çmime. Biles disa hotele kanë bërë oferta pak më të mira se sa viti i kaluar, duke qenë se kërkesa ka qenë dhe më e ulët. Por duhet të theksoj diçka që disa media në Shqipëri po hapin lajme që turizmi patriotik po vjen fundi. Dhe kjo është diçka shumë e shumtuar sepse nuk ka lidhje, nuk duhet ta ngatrojmë patriotizmin në këtë lloj situate. Pra, në këtë moment mund të themi që është një lloj situate që është pak dhe Shqipëria po kalon, pra është një situatë pak e rrëmueshme duke qenë që ka qenë dhe për shkak protestave, situata nuk ka qenë dhe shumë stabil. Por të drejtën kërkesat kanë filluar që të rriten nga data 20 korrik deri me datën 10 shtator ka goxha kërkesa nga sherrës në Kosovë të cilët pretendojnë të rezervojnë hotelet e Durrësit. Të drejtën unë nuk jam dakord që turizmi patriotik po i vjen fundi, pra Durrësi, sidomos Durrësi dhe hotelet e Durrësit, turistin nga Kosova e kanë si një partner shumë të rëndësishëm, pra hotelet e Durrësit pa Kosovën nuk janë asgjë. Pra, turistët nga Kosova janë, po themi, pjesa më e rëndësishme të cilët Durrësin e kanë suportuar dhe gjatë periudhave shumë të vështira kur ka qenë pandemia, tërmeti, pra Durrësi nuk mund ta shohë turizmin pa turistët nga Kosova. Mendoj që këto media në Shqipëri që thonë që turizmi patriotik po i vjen fundi, besoj që janë media keqdashëse të cilët po e tejkalojnë. Pra thuni që është thjesht, zotrin Norja, thuni që është thjesht një lloj propagande që po i bëhet turizmit në Durrës dhe që nuk përkon shumë me këtë realitetin pas 20 korrikut? Atëherë, unë po themi që mund të them që propaganda që është zgjedhur nga disa media shqiptare që thuhet që turizmi patriotik po i vjen fundi, është një propagandë keqdashëse dhe negative që cilat nuk është në realitet. Të drejtën ndoshta mund të jetë situata të cilat ne dimë që po themi individët fillojnë pushimet nga data 15 korrik e mbrapa, ndoshta kjo përkon edhe në këtë periudhën. Pra po themi kjo situatë është vërejtur vetëm në pjesën e parë të korrikut, që mund të themi nga data 1 deri me datën 15 ka qenë një, po themi, ka pasur një mungesë të turistëve nga Kosova dhe turistëve të diasporës. Por nuk ka lidhje as me patriotizmin dhe unë nuk jam dakord fare sepse Durrësi dhe hotelet e Durrësit, klientët e Kosovës dhe turistët nga Kosova janë pjesa më e rëndësishme për hotelet e Durrësit. Pra janë suporti kryesor për hotelet e Durrësit dhe janë pjesa më e rëndësishme. Kjo është pak nga këndvështrimi im. E qartë. Zotrin Norja, ajo që thuhet kur flitet për pushuesin
kosovar dhe atë çfarë ofron Durrësi, ndërlidhet shumë edhe me çmimet. Thuhet që ka një rritje shumë të madhe të çmimeve dhe ofertave që nëse do t'i krahasonim me të kaluarën janë shumë më të larta këtë vit dhe thuhet që po ashtu janë pikërisht ky element dhe shumë elemente të tjera të cilat do t'i diskutojmë gjatë kësaj bisede që po e nxitin turistin Kosovës të mos vinë në Durrës, po të shkojnë në Greqi, në vende tjera të cilët thonë që me ato të holla arrin të bëjnë pushime edhe atje. Si qëndron e vërteta? Kjo është një vërtet që vitet e fundit, po themi diku te 4-5 vitet e fundit, ka pasur një rritje të çmimeve dhe kjo ka ardhur për pasojë e kursit të euros, sepse ndër vite, paktën 4-5 vite e fundit, kursi i euros ka pasur një rënje drastike. Pra, nga 1 euro këmbej para 5 vitesh me 140 lek, tani këmbet me 92 lek, gati 40% më pak. Dhe kjo është përkthyer në rritjen e kostove dhe rritjen e çmimeve që kjo ka rënduar drejt për drejt në xhepat e turismit nga Kosova. Them drejtën, kjo është diçka jo e mirë sepse normalisht kjo ka ardhur si pasojë ndoshta e një problemi lidhur me pjesën e kursit të euros që nuk përharet nga hotelet. Por shpresojmë, po diskutohet vitet e fundit, po themi këto vitet e fundit, po diskutohet që Shqipëria do futet në sistemin e euros, dhe nuk do ketë më lek, dhe do ketë vetëm euro dhe kjo ndoshta do të rregullojë këtë pjesën e kursit këmbimit dhe çdo gjë do jetë me euro dhe do jetë diçka më pozitive, pra nuk do ketë këtë luhatjen e çmimeve që kemi mësuar këto 4 vitet e fundit. Pavarësisht për shembull se nga 10 në këtë vit kursi i euros ka pasur akoma rënje, pra 1 euro këmbej me 100 lek dhe këtë vit këmbet me 92 lek, pra ka një rënje akoma gati afërsisht diku te 10%. Gjithsesi, hotelet nuk i kanë rritur çmimet për shkak se kanë preferuar të kenë një fitim më të ulët, por nuk i kanë rritur çmimet. Paktën këtë vit çmimet e hoteleve janë o të njëjta si viti i kaluar ose disa hotele kanë bërë oferta edhe pak më të ulta se sa viti i kaluar. Pra nuk kemi shumë arsye për mos me vazhdu me zgjedh Durrësin, por unë do doja të flasim për një element tjetër. Njëra prej arsyeve pse turistët nga Kosova po zgjedhin në vend të Durrësit Shëngjinin, Vlorën, Talën, jugun në tërësi Velipojan, ndërlidhet edhe me cilësinë e shërbimeve, me cilësinë e rërës dhe me mungesën e hapësirave në plazh. Thuhet që ka plazhe shumë më të shkurta dhe shumë më të vogla në krahasim me vende tjera, ta zëm Shëngjini, Velipoja e të tjera. Si qëndron ky realitet? Ka punuar Bashkia e Durrësit në këtë element, pra në krijimin e hapësirave sa më të përshtatshme për të bërë pushimet, sepse fundit ne nuk po shkojmë thjesht për të qëndruar në një hotel që është me 5 yje që na ofron një shërbim shumë mirë, po shkojmë edhe për detjen. Po, është vërtet. Ata e them drejtën, plazhet e Shëngjinit, Talës, po marrin një zhvillim, vitet e fundit ka marrë një zhvillim shumë të mirë dhe për turistët nga Kosova është një opsion shumë i mirë, duke qenë se është shumë afër. Po. Dhe kanë hapësira më të mëdha normalisht, sepse kanë dhe më pak struktura komoduese, kanë më pak hotele dhe kanë më shumë vit bergetare. Ndërsa në hotelet e Durrësit ose në bashkinë e Durrësit, këtë vit janë marrë masa që ketë një raport plazh privat dhe plazh publik diku te 40% privat dhe 60% privat dhe 40% publik. Por të drejtën në qytetin e Durrësit nuk është të mungojnë plazhe publike, por ka disa zona që ka një ngjeshje të struktura akomoduese, siç është zona Golemit, e cila ka shumë hotele ngjitur dhe kanë mungesë të plazheve publike, por në zona të tjera siç është pjesa e plazhit Durrësit, pjesa e Qerretit, pjesa e Shtirres, ka plazhe publike me sipërfaqe shumë të mëdha. Pra ka plazhe publike të mjaftueshme, përveç zonës Golemit që ka një ngjeshje të struktura akomoduese dhe aty ka të drejtën plazhe publike, por që janë të limituara për shkak të struktura akomoduese, duke qenë se ka shumë prurje dhe turistët. E qartë. Zotrinori, po, një tjetër arsye të cilën të paktën atë sa unë arrita të shoh dhe të lexoj rreth kësaj teme, do lidhet edhe me faktin që për dallim nga e kaluara kur e kishim të pamundur të lëviznim në vende të tjera për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave, fakti që turisti kosovar ka dalë përtej trojave shqiptare dhe shet të tjera kushte, të tjera mundësi, ndërlidhet po ashtu me këtë element. A do të thotë kjo që
Shteti shqiptar, bashkitë, organizatat të cilat merren me krimin të themi dhe promovimin e turizmit shqiptar duhet të mendojnë në krimin e pakove të reja, në krimin e kushteve dhe mundësive më të mira, në mënyrë që ata të vazhdojnë të mbajnë këtë turistin patriot i cili shkon në Shqipëri jo vetëm se i pëlqen Bregdeti, po që don çato të holla që i ka rujt krejt vitin për me i bë pushimet, me i bën në një vend shqiptar. Unë do të mendoja që do ishte diçka shumë pozitive, diçka shumë ideale, duke qenë që thash turisti nga Kosova ka qenë partner i hoteleve Durrësit, ndoshta dhe vetë nga qeveria mund të mendohej të ngrehet një subvencion për këtë lloj turisti. Pra, mos paguaj taksën e rrugës, ketë diçka, ideja është se ky person një turist nga Kosova mund të shkojë në Greqi, mund të shkojë në Malzi, mund të shkojë në Itali, pra mund të zgjedhë shumë vende dhe vendos pikërisht në Shqipëri. Dhe ky person do të ketë për mendimin tim, kjo duhet mendohet dhe ndoshta nga qeveria shqiptare, të ketë një subvencion i cili ta lehtësoj këtë turist i cili po zgjedh Shqipërinë për të ardhur në Shqipëri në Durrës ose në Shëngjin ose nuk ka rëndësi në Vlorë. Pra këtë lloj turisti t'i japë një diçka plus, pra që përveç se ta rëndojë nga ana përveç mos ta rëndojë nga ana ekonomike, t'i japë diçka që ta lehtësoj. Ideja është që kjo duhet mendohet një nisëm nga Ministria e Turizmit për këto lloj klientësh, pra për klientët tanë patriotik dhe klientët tanë që i kemi pasur suport gjatë gjithë kohës, që janë turistët nga Kosova, të cilët tash i kemi turistët më të rëndësishëm dhe turistët partner për hotelet e Durrësit. Janë ata që janë mbajnë gjallë hotelet e Durrësit dhe gjatë dimrit. Pra, po mos ishin turistët nga Kosova, shumë hotele në Durrës do mbyllnin gjatë dimrit. Pra, nuk do rrinin dot hapur sepse nuk do të kishin klientë. Pra, turistët nga Kosova kanë një vend shumë të rëndësishëm, po themi në gjithë hotelet e Durrësit, i cili ka qenë gjithmonë prezent dhe nuk ka munguar kurrë dhe në ditët më të vështira. Dhe duhet të ndërlidhem zotrinoria pikërisht te kjo që po e përmendni që turisti kosovar, nëse mund ta themi kështu, shpëton turizmin në Durrës me theks të veçantë gjatë stinës së dimrit. Unë personalisht kam parë resorte nga më të bukura, ndër më të veçantat në qytetin e Durrësit, që ndoshta nuk i hasim edhe në qytetet dhe rajonet tjera të Shqipërisë. Por derisa kemi gjatë dimrit një numër shumë të madh të turistëve nga Kosova në Durrës dhe kemi një ofertë goxha të levërdishme, duket se sikur të njëjtën nuk e kemi gjatë stinës së dimrit. A do duhej që të mendonim pakës më seriozisht që edhe verës të ofrojmë oferta të tjera. E përmendëm në faktin që kemi mungesë të plazheve, por në të njëjtën kohë dhe cilësia e ujit ndërlidhet me ujërat e zeza e gjithçka tjetër të cilat derdhen në pjesë të ndryshme të Bregdetit në Durrës, janë elemente të cilat e bëjnë që të largohen turistin e Kosovës, jo vetëm të çështja e lekut, jo vetëm të çështja e euros, apo edhe të themi shtrejtimi i ofertës të cilët ju e mohuat, sepse thatë që ka vende që kemi oferta edhe më të lira se sa vitet e kaluara. Po, është vërtet, të drejtën, pjesa ofertës nuk besoj që kanë ndikuar, se paktën në hotelin që unë prezantoj, këtë ditë oferta ka qenë 20% më lirë se sa viti kaluar në njëjtën periudhë. Pra, nuk mund të themi që ka pasur probleme te pjesa e çmimit, por mund të themi që janë gjithë faktorët e tjerë të cilët ndikojnë negativisht që turistët nga Kosova të zgjedhin diçka tjetër. Pra duhet ndërmend, ndoshta duhet të jetë një nisëm nga qeveria dhe nga Ministria e Turizmit që të krijohet diçka shumë serioze për ta mbajtur këtë turist, për të rregulluar këto problematika që ne kemi në lidhje edhe me pastërtinë e plagëve, në lidhje edhe me pjesën e trafikut, në lidhje edhe me pjesën gjithë mbarvajtjes të sezonit, dhe normalisht të çmimet, një kontroll të çmimeve që të cilët ketë një taban ose një limit të çmimeve për këtë lloj turizmi, pra për turistët nga Kosova ketë një limit çmimesh, pra që çmimet në qytetin e Durrësit mos jenë pa kontrolluar. Më intereson një pyetje të fundit krejt Blerim, nëse e dona me familjen e vet, po dojnë me ardhë në Durrës sot edhe thjesht po pyesin pse duhet me ardhë në Durrës kur në të njëjtat para me njëjtën shumë ndoshta unë me shku me pushu edhe në Greqi ose diku tjetër. Pra, hajde binde e donën edhe familjen e saj, unë jam e bindur që duna me ardhë në Durrës, të bëhem shumë e sinqert, por po marr emrin tim për të parafrazuar në emër të tjerëve. Cila do të ishte ajo përgjigjja jote që ti ke me bëj donën edhe gjithë të tjerët me ndru mendjen edhe me ju kthy Durrësit përsëri? Atëherë ne shqiptarët kemi shprehje që guri rënd
është në vend vet. Pra, nuk do gjendet asnjëherë më mirë, pavarësisht se ndoshta në Greqi mund të ketë plazhe më të bukura, ndoshta diku mund gjejë oferta më të mira, por po themi atë ndjesin pjesë vendin ta është diçka pozitive. Dhe këtu hyn patriotizmi në mes, që unë them që vazhdoj të them që turisti në Kosovë dhe turisti i cili është turisti patriotik, të cilët e ka vërtetuar këtë gjë ndër vite, nuk është vetëm këtë vit. Kur i rënd vetë. Edhe kjo është, po themi, gjëja kryesore e cilat i bën turistët nga Kosova të zgjedhin Shqipërinë. Dhe normalisht që besoj që ndihen më sigurt, më rahat, më komfort. Jemi në shtëpinë tonë dhe kaq nga njerë mjafton. Vlerim Noria, të falenderoj shumë për kohën dhe të gjitha informacionet që ndave dhe mbi gjitha për këtë sinqeritetin tënd të vazhdueshëm që e pranoni realitetin dhe e pranoni faktin që duhet të bëhen ndryshime dhe duhet patjetër që të punohet fort që të mbahet turisti shqiptar në Durrës. Jo vetëm gjatë dimrit, por edhe gjatë verës, sepse fundit Durrësi përveç plazheve ka një qytet të jashtëzakonshëm me një histori të jashtëzakonshme dhe ka shumë çka tjetër për të ofruar përtej notit, plazhës edhe ditëve me tjellë. Faleminderit. Të lutem, faleminderit juve.